persona të cilët janë të regjistruar tek mjeku i familjes, që në takimin e parë që ato bëjnë me mjekun e familjes, në parametrat jetësor, një nga ato është edhe matja e tensionit, siç është matja e temperaturës, siç është një gjak komplet, siç është matja e tensionit ose një bilanc ku aty shifet siç është pesha, gjatësia, ashtu duhet të jetë edhe e shënuar edhe matja e presionit arterial. Sa është vlera normale që një person duhet të ketë, ndoshta e ndarë sipas moshës? Gold standardi për presionin arterial duhet të jetë më pak se 120 me 180. Për të gjitha moshat? Për të gjitha moshat. Ka një specifik vetëm për moshat mbi 80 vjeç, të cilët mund ta kenë edhe pak më lart. Dhe kjo vlera optimale e tensionit prapë është relative, sepse varet nëse individi ka sëmundje bashkëshoqëruese ose jo. Nëse një individ është me risk të ulët kardiovaskular, me thënë që faktorët e rrezikut të tij janë më pak se 2 ose është 1 faktor rreziku, atëherë vlera optimale që ai të jetë i shëndetshëm dhe të mos ketë ndërlikime në dekadat që vijnë, duhet të jetë 120 me 80.